Pikisht nuk është dashur kur gjë me ndrru përveç asaj që ka shkruar sekretariati zoti Dehari. Ka qitë në të Zharllak dhe po përpiqet me shtyjë agjendën e vetë për kryeministit vetë me respektu kushtetutën. Ne po lypëm respekt, po lypëm njohje ndërkombëtare, për çfarë njohje ndërkombëtare, për çfarë respekti, për çfarë procesi. Kur nuk respektohet vendi. Kur kryeministri e shkel kushtetutën e vendit dhe vazhdon me këtë punë dhe me një arrogancë të paparë. Ose e përdor si ti konvenon, apo jo, Ardian, po mduket në çfarë do, le të themi, në çfarë do situate si... Edhe ma keq, është abozim. M'fal, Ardian, kryeministri nuk është që s'po e din. Nuk është që edhe kryeministri po komunikon vetëm atë pjesë shoqërisë që nuk din me lexu gjykatën kushtetuese dhe po i rren. Për një njeri që i din me lexu gjykatën kushtetuese, këtë vendim e gjykatës kushtetuese, kur e dëgjon kryeministrin ka flet, tërprohet çfarë kryeministri ka, është rrendës. Po i rren njerëz për shembull që se ka nuk është se çdo njeri i kualifikuar me marrë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me analizu. Ai po i rren që ata po e keq përdor besimin që e kanë to, se nuk i rren. Kjo është një rren klasike e kryeministrit, mashtrim klasik. Është një konfirmim i akuzave se kryeministri është mashtrues. Siç ishte edhe takimi. Ishte shumë pozitiv. Unë pikërisht në Klan e shoh ditë mysafir te Besniku, e përshëndeta idenë e kryeministrit pas vendimit të gjykatës kushtetuese që të thras lider politik dhe me bindjen që të ta lexon drejt. Ai kishte pas thirrë me i mashtruar. Me mashtru ata, me mashtru Kosovën. Me bo një forcë publike, me ju thonë popullit që gjasme, une po i thirri, po këta s'po dojnë, me dalën ato fjallë të veta, që këta e më blokust, na jemi të mirë, këta nuk po dojnë me bo shtetin. Faktikisht, ne jemi këtu dhe nuk dënë shumë kohë gjatë për me reflektu 3-4 muaj. Ne e dim që kë është u ble kohë. Problemi është që ka ata njerëz që din me zgjidh probleme dhe ata njerëz që din me kriju probleme. Zotri Kurti, nga mungesa e efikasitetit ti në menaxhim, çka po bën, po i prolongon gjitha proceset. Po i prolongon proceset sepse finalizimi nuk po din, nuk po mundet me bo. Përveç që nuk ka vetë vizion, nuk ka as njerëz të afër vetës. Nëse ja marrim gjithë ministrat një nga një, e shohim me të kaluarën e tyre, edhe menaxhimin në dikasterët cilat i kanë menaxhu, e shohim që janë një dështim total. Dhe ajo që ka vlen vlerësohet është që shteti është para kolapsit. Ky vetë duhet jetë vetë vendimtar për Kosovën. Ne nuk kemi kohë me humbë dhe zotri Kurti pa tjetër duhet të reflektoj. Për zotri Kurti, si që tha zotri Arifi, nuk po e nje kushtetutën e Kosovës. Nuk po shkon në prokurori, nuk po e nje aspektin e gjyqësorit, që është i ndamë për ekzekutivit, nuk po e nje vendimet e gjykatës kushtetuese, atëherë ku po jeton ai në bazë çfarë ligjeve po funksionon ky shtet. Ai ka ligjet e veta, zotri Kurti, le të na i tregoj edhe neve ta dim në bazë çfarë ligjeve të funksionojmë, sepse edhe unë jam qytetar njëjtë si zotri Kurti. As mu nuk mundet prokuroria atëherë nëse këta nuk mundet me marrë për një rast, as mu s'mundet me më thirrë. Ose tash edhe unë shkoj kur du. Do me thonë, kjo është vërtet shumë shqetësuese për vendin tonë, po përmbyset rendi kushtetues. Kur rendi kushtetues përmbytet, ai shtet nuk është më normal, është një shtet në kaos. Zotri Kurti është duke e bërë këtë. Përveç kohës që na ka prolongu, ai nuk po i nje as vendimet e gjykatës kushtetuese. Besoj që presidenti apo tjetër duhet të luajë një rol më konstruktiv dhe më aktiv, pavarësisht që ne po e shohim dhe jemi të vetëdijshëm që partitë më shumë e marrin si politikane presidentën se sa si një njeri i cili duhet të ruaj balancin, ose një pozitë dhe presidentja është shumë e ngathët, nuk merr iniciativa. Një takime ka bo, unë për vete kom prit që ato takime të jenë të një pasnjeshme. Çdo javë nga një takim së paku, kur gjo mos u boft, njerëz kur afrohen baza e çdo zgjidhje. Sidomos në politikë. Në anën tjetër, nëse dalim te zotri Kurti, po e shohim që zotri Kurti nuk don marrëveshje, por don pazarllak. Zotri Kurti shkon me ble deputet, i thot Duda Baljes po të bëj profesoresh, shkon ati tjetërit i ofron pozita, shkon tjetërës i ofron pare. Do me thonë, zotri Kurti nuk është i interesu me bo një shtet mirëfilli, me qeveris një shtet mirëfill, por o ka e këthen në pazarllak këtë farpune. Dhe kjo partit opozitare, jam i knaqër me partit ish opozitare, po këto partit tjera të cilët
edhe fatbarësisht edhe këta deputetët cilët nuk po shiten për shkak se po tregojnë një farë digniteti dhe po na japin një shpresë se nuk janë gjithë që shiten e blehen. Nuk është vetëm besnikëria ndaj partisë, është mos në nënshtrim ndaj diktatit. Ne jetojmë në demokraci. Zotin Gazheri në qytet me thonë ti kemi më votu mu me zërë në zjetarës nëse unë jam garë. Qka është aja? Kemi edhe zëtre e lezën në lidhje direkte.